Industritë shqiptare kanë mbajtur mbi vete efektet e krizës së borxheve në Eurozon pa e përcjellur te konsumatorët. Në analizën për nëntmujorin e vitit 2011 rezulton se xhiroja e industrive të mëdha ka qenë e njëjtë me vitin paraardhës, por fitimi i tyre më i vogël. Sipas Konfederatës së Industrive, kjo ka ardhur kryesisht nga rritja e çmimit të lëndëve të para në tregjet ndërkombëtare, por rritja nuk është reflektuar në treg. Në rënien e treguesit të fitimit, krahasimisht me vitin e 2010, për nëntmujorin e parë, mendoj se ka ndikuar negativisht rritja e çmimeve në tregjet ndërkombëtare të disa lëndëve të cilat përpojnë bazën e kostos prodhimit, siç është tregu i karburanteve, tregu i drithrave, tregu i mishit e kështu me radhë. Praktikisht janë të gjitha kosto shtesë, të cilat në kushtet kur çmimet kanë mbetur pak a shumë të njëjta nivele, rëndojnë mbi kostot e prodhimit dhe ulin treguesin e fitimit. Edhe për vitin aktual, sipas parashikimeve, ecuria e industrisë në vend pritet të ecë me të njëjtin ritëm me vitin e shkuar. Viti 2012 është një vit i vështirë. Një pjesë e madhe e konsumatorëve shqiptarë kanë tregues të ardhur nga migracioni, të cilat për arsyet e krizës vendeve të Eurozonës, po sidomos të vendeve fqinje, praktikisht kanë treguar ulje. E gjithë kjo reflektohet padyshim edhe në likuiditet edhe në fuqinë blerëse të konsumatorit shqiptar. Në kushtet kur efektet e krizës së Eurozonës pritet të ndihen edhe këtë vit, Konfindustria konsideron se nxitja e kreditimit për industritë prodhuese në vend do të nxjisë securim pozitive të këtij sektori. Për këtë, Konfindustria i ka kërkuar Bankës Qendrore të ulë më tej normën bazë të interesit të lekut në mënyrë që të shtohet likuiditeti në ekonomi.